Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Shikues të nderuar, televizionit Arbëria. Mirë se erdhët në emisionin e radhës, në emisionin Pult. Po hym në muajin e 6 të vitit 2025, pamja e Kosovës është pa institucione, nëpër media ndërkombëtare, protestat e biznesit dhe qytetarëve, rritja apo shtrejtimi i rrymës, Kosova izoluar në aspektin ndërkombëtar, dhe gjitha këto dhe shumë të tjera sonte do të diskutojmë me gazetarin Enjor Jesop Betyqi. Përshëndetje, Zoti Betyqi, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria, po ashtu të falenderojmë që po ndon opinionet e juaja për audiencën tonë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. E thash në fillim të emisionit, po hym në mes të vitit 2025, edhe duke llogaritur edhe procesin zgjedhor, fushatën zgjedhore, pothuajse një vit ka marrur me subjektet politike duke bërë fushat, 6 mujori i parë i vitit 2025 dhe Kosova mbetet ende në ngërçin institucional, po ashtu tani kanë filluar të dalin edhe aferat korruptive ku akuzohen, intervistohen ministrat. Kemi dje pam edhe protesta të bizneseve, të cilët bllokuan rrugët e kryeqytetit dhe kërcënuan që do të izolojnë apo do të marrin masa më radikale. Kemi rritje të çmimit të rrymës dhe Kosova del në top lajme ndërkombëtare për korrupsion, për protesta, për ngërç institucional. Po fillojmë gjitha me radhë. Si po shihni, kemi biseduar, është intervista tretë e lidhur me konstituimin e institucioneve, dhe po dalin ajo që ke insistuar çdo herë, pa marrëveshje s'ka zgjidhje apo s'ka formim të institucioneve. Fatkeqësisht kaloi më tepër se 3 muaj, një javë kaluan nga zgjedhjet e 9 shkurtit të këtij viti, zgjedhjet nacionale, dhe Kosova ende nuk ka as kuvend tamam të konstituar, as kryetar të kuvendit, as kryesi, as qeveri. Dhe kur këto nuk i ke, në Kosovë vazhdon avazi i vjetër i keqpërdorimeve, i keqmenaxhimit, jo vetëm të paras publike, po dhe i atyre institucioneve të cilat me plot të drejtë edhe ish kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës i ka vlerësuar se komplet kjo qeveri e dorëhequr i ka uzurpuar. Është fakti pa mohueshëm, sepse çdo institucion, nëse ka kryetarin e ka edhe nën kryetarin, nëse ka drejtorin e ka dhe zëvendës drejtorin, nëse ka sekretarin e ka dhe zëvendës sekretarin. Dhe tash edhe qeveria, çdo qeveri gjithmonë ka kryeministër, ka dhe zëvendës kryeministra, madje deri në 5. Edhe ka ministra, ka dhe zëvendës ministra. Madje e njëjta parti ka nga 2 apo 3 ministra e zëvendës ministra të së njëjtës parti, pavarësisht nga ai koalicion që e ka. Dhe në momentin që qeveria ka dhënë dorëheqje ditën që është betuar si deputet për njerëzit që drejtojnë qeverinë në krye me Albin Kurtin, edhe ministrat, edhe zëvendës kryeministrat si ajo Emilia Rexhepi ose Donika Gërvalla e të tjerë, kanë dhënë dorëheqje me vetë faktin se janë betuar si deputet. Dhe tash të njëjtit prej sallës së kuvendit të Kosovës ku nuk bëjnë asgjë, nuk arrin asnjë rezultat, tallën me qytetarët, pra tallën edhe me votuesit e vet, 5 minuta, ja kanë lënë në dorë një njeriu vetëm pse ka moshën për me drejtu seancën e kuvendit, dhe ai është i manipuluar totalisht me një kandidat i cili kaloi dita 23 herë dhe nuk votohet. Dhe ata nuk tërhiqen nga ky vendim, nga ky propozim. Dhe vetë fakti që kanë mbet, shteti ka mbet pa institucionet mirëfillta, po ma e keqja është se edhe e kam potencu, ma e keqja është se edhe opozita fatkeqësisht nuk i ka numrat për me e bon
që do të gëzoheshin për shembull që nesër do të lëshohej radha dhe do të vinte radha të bënte opozita një qeveri. Fatkeqësisht edhe opozita nuk i ka numrat e sigurt. Edhe nëse do të bëhe një qeveri e brisht me gjërat e një deputet, nuk shoh ndonjë perspektivë, ndonjë jetë gjatësi të asaj qeverisje. Dhe tash në këtë avaz qeveria e dorëhequr, po them, ju në detyrë, po qeveria e dorëhequr, këta kanë dhënë dorëheqje, por fatkeqësisht po e kryejnë detyrën njëjtë, madje po marrin vendime, madje po emërojnë njerëz në pozita të larta në institucionet, derisa ish kryetari i gjykatës kushtetuese, që e thot qartë, një jurist, jo shumë i mirë, po një jurist do duhet me i ditë këto çështje, këto pasoja, sepse nuk mundesh ti me qenë njëkohësisht i dorëhequr apo deputet i betuar dhe me shku me kry detyrën e kryeministrit. Pra, këtë po dalin se këtë janë emëruar ata zëvendës kryeministra që nuk janë deputet, ose ata zëvendës ministra. Dhe të këqijat janë shumuar, posaçërisht në muajin maj janë rritur tensionet, ka zhvillime të pamenduara, edhe të paplanifikuara. Për shembull, vetë fakti se në prill, mesin e prillit apo kur ndodhi shtrejtimi i energjisë elektrike, ne kemi ditë që do të ketë pasoja. Nëse ju ne si qytetar, si konsumator që shpenzojmë 800 apo më pak se 800 kWh, por ne kemi ditë se posaçërisht ata që shpenzojnë, që janë konsumator më të shumët, edhe ata që shpenzojnë më shumë, ata që edhe financojnë shtetin më shumë, edhe me bizneset e tyre, me përfitimet e tyre, na mojnë edhe neve, edhe qytetarët i mojnë me rruga, posaçërisht institucionet që nuk prodhojnë, po veç marrin, veç përfitojnë. Dhe tash e kemi ditë se do të ketë pasoja të bëja. Dhe fakti ishte pasoja e protesta djeshme. Në kohën e fundit kemi pak sa lëvizje, edhe nga faktura ndërkombëtare nga ambasadorë të ndryshëm këtu në Kosovë, përjashtu asaj ambasadës amerikane e cila mungon ambasadori amerikan, por kemi parë reagime të ambasadorit gjerman, pastaj francez, edhe ambasadës angleze. Apo shihet si tentativë e bërës presion nga bashkia ndërkombëtare për formimin e qeverisë, sepse palët janë barikaduar në atë që tentojnë që tani po dihet publikisht edhe është shterur ndoshta kjo bisedë lidhur me konstituimin e kuvendit. Pretendimi i partisë që ka dalë me 48 vota, me votim të fshehtë kandidatën për kryetaret të kuvendit, po shit se po i del buja, sepse u bë tepër tallje me qytetarët. Është tallje, sepse në asnjë rast nuk ka ndodhur që thot, sot e kemi votu kështu, po nesër po votojmë kështu. Mas 24 orë po votojmë ndryshe. Kjo është tallje me vetë faktin se ky nuk është i gatshëm. Edhe po të lirohej rendi, të zgjidhej problemi i kuvendit, nuk e ka gatishmërinë me formu qeverinë. Albin Kurti shihet se nuk e ka qëllimin me zvarrit sa të mundet, me vetë faktin se thot, nuk është për nguti, asgjë nuk është urgjencë, merr me mend, thot, kryeministri i dorëhequr thot nuk është urgjencë kur nuk ka kaluar mbi 3 muaj pa institucione dhe thot nuk është urgjencë. Kjo sikur mos e pas jetu këtu, mos e pas po kur, ka ndodhur një herë tani, në Ngërç, ka ndodhur një herë në 2014, ka ndodhur një Ngërç. 6 muaj. Por dhe aty ka pas zhvillime për cilat është detyruar që kushtetuesja me dhënë vendimin e vet dhe ka zgjidhur atë problem. Tash pritet kushtetuesja me dhënë vendimin, arsyetimin në fakt në kërkesën e një grupi të një subjekti që e dërgon në kushtetuese nëse kanë të drejtë këta me stagnu çështën të votimi i fshehtë apo jo. Edhe ajo dihet qartë sepse nuk është se ajo do ta zgjidh problemin, prap nuk zgjidhet problemi, edhe pse do ta thot jo, nuk ka pas asnjë arsye. Konsideroj se edhe ky vendim shumë i thjeshtë do të jetë. Nuk ka asnjë arsye me e nal fazën e votimit, pra me thonë hajde tash ti provojmë, ti testojmë se ndoshta edhe opozita na voton X kandidatin. E tëra këtu po duket që kërkohet ajo që sa pyetje për fakturën ndërkombëtare. Po.
Jam ndjeni me gjitha ato takime, me gjitha ato opinionet atyre, po e kam thënë edhe herën e kaluar. Pa Amerikën, shihet se po mungon ambasadori Amerikan. Dhe pa ndërhyrjen direkte të Amerikës, qofshin të gjitha ato 99% të shteteve që e përbëjnë Quintin, nuk vendosin. Shihet, asnjëherë nuk kanë vendosur të tjerat. Kemi miq në raport me Kosovën, edhe gjermanët, edhe francezët, edhe anglezët, kontributi tyre është i pakontestueshëm, por direkt gjithmonë në vendimet e Quintit ka ndiku Amerika. Numër 1. Tash na e kem mungesë ambasadorin amerikan, është një përfaqësues që e kryen detyrën, por nuk është vendimos, e shit se nuk është i kyçur në direkt përpos ndonjë opinioni kështu pozitiv për me. Ka zëra të cila subjekti politik i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ju ka drejtuar gjykatës kushtetuese që a mund apo kanë të drejtë të ndrojnë forma votimi gjatë votimit, por këtu duhet pyetja më esenciale, që ndoshta edhe mund të jetë në adresimi këtyre, ka po zëra që është edhe kjo, që deri në soku konsumohet e drejta një kandidati për kryetar kuvendit, ku do të konsumohet. A do të ishte pyetja më legjitime kjo, që me ditë sikurse në formimi i qeverisë që është 2 javë 15 ditore, edhe tek zgjedhja e kryetarit të kuvendit të jetë afati kohor ku mund të propozohet një kandidat dhe afati kohore mund të ketë një subjekt politik për të propozuar. Unë veçoroj që gjykata kushtetuese ta nxjerrë vendimin në këto kërkesa sa më shpejt. Dhe fatkeqësisht po ndodh që pa ndodh ngërçet, pa ndodh situatat e tilla, asnjëherë nuk kanë ndodhur vendime për me t'i sqaru, me t'i tregu rrugët si me vepru. Pra, me konsideru legjitime apo jo legjitime për formën e pretenduar të partisë që ka fitu ma shumë me votim të fshet. Edhe pse unë nuk e konsideroj atë aq të rëndësishme, sepse nëse një deputet është i vetëdijshëm që ka marrë votat për shembull të subjektit vet, edhe tash është shumë i vetëdijshëm, ai nuk e voton, ndash me votim të fshehtë, ndash me votim të hapur, nuk e voton, kur nuk e dën një kandidat, X kandidat, në këtë rast është fjala për Albolien Haxhiun, nuk e voton ai as në formën tjetër. Po këta janë vetëm e kanë qëllimin me shty proceset, me mbajt pushtetin kështu të uzurpuar, sepse siç e kanë potencuar edhe liderët e subjekteve politike ish opozitare, këti po i konvenon sepse po i shfrytëzon gjitha resurset. Edhe kam parasysh se kur i shfrytëzon gjitha resurset, pra ju vetëm zyrat e qeverisë, po edhe merr vendime në emër të atyre institucioneve nga të cilat ka dhënë dorëheqje. Edhe ndan mjete buxhetore, edhe e mbron njerëz në pozita të larta. Edhe thot kanë qenë procedurat në zhvillim e sipër. Kjo është tepër absurde. Zoti Betyqi, a kemi edhe një element, padyshim që është lojëra politike dhe secili subjekt politik bën lojëra politike, bën manovrime politike, por kur deklarohen që nuk e votojmë zonin Haxhiu, sepse për këtë ose atë arsye. Por ne e dim që në lëvizjen vetëvendosje nuk ka zë ndryshe përpos zërit të zotit Kurthi. Sakt. Edhe tani çfarë çon pesh një kandidat tjetër që ne po shohim me rastin e Deharit, i cili me tentativa ndryshoi edhe formën e votimit. Secili kandidat që do të vjen, a pritet një zë ndryshe? Besojnë që jo. Pse insiston opozita me ndryshu kandidatin për kryetar të kuvendit, kur e dim që nga i bari deri te fundit deputet janë njanshëm edhe atë që thotë zoti Kurthi. Edhe nëse kanë gisht në lojra politike, ka pretendime se edhe në subjektet ish opozitare ka mendime se ka lojra politike, zihen lojra politike. Por me vetë faktin se ata i kanë dhënë arsyetimet, s'paku shumica, edhe nëse PDK ose LDK ka deklaruar se nuk e votojmë asnjërin nga kandidatët e LVV-s, Alianca ka dhënë një 2 apo 3 propozime. Ka dhënë një alternativë. Edhe Partia Demokratike e Kosovës ka thënë që nuk votojmë kandidat nga që ish ministra, por do të gjejmë zgjidhje. Te kjo posaçërisht kanë dhënë vërejtje me arsye.
me vetë faktin se ka qenë njëna nga ministret që pos që ka shkel kushtetutën disa herë, ka qenë shumë arrogante në veprimet e saj, në sjelljet e saj në raport me deputetët. Sa herë kanë kërku deputetët shpjegime në parlament, ka qenë njeriu në mesin e atyre ma arrogantëve. Kjo posaçërisht është dallu. Prandaj edhe arsyet e deputetëve të AK-s, të LDK-s apo të PDK-s janë plotësisht të arsyeshme që të mos e votojnë këtë kandidat. Edhe nëse nuk e votojnë edhe tjetrin, edhe pse është fakt se të Albin Kurti janë të gjithë janë një zë, një kër, por megjithatë është dallu si ministre. Edhe tash me vetë faktin se ata përmendin për shembull edhe atë Saranda Bogojevcin, edhe Shqipe Selimin, sado që nashta nuk duket serioze. Edhe nëse do të ishte një kandidat jashtë kabinetit qeveritar. Por po të ishte kryetari i kuvendit, ndoshta do ta thonin këtë. Partitë opozitare nuk e votojmë këtë për këtë arsye ose një arsye. Sa herë mund të gjenë arsye. Megjithatë këtu tek kjo e kanë arsyetu, pak më tepër janë arsyetu. Ka qenë sjellja në raport me opozitën e atëhershme, ka qenë sjellja shumë reaguese, edhe veprimet edhe posaçërisht e kanë parasysh se një ministre e drejtësisë që nuk e ka kry si duket posaçërisht sipas PDK-s, nuk e ka kry detyrën si duhet ndaj obligimeve ndaj gjykatës së Hagës në raport me njerëzit që i kemi atje të burgosur. Pra si ministre drejtësisë. Edhe si subjekt politik opozitor, a ka bërë mjaftueshëm Partia Demokratike e Kosovës për ish-krerët e UÇK-s në këtë drejtim? A ka ngrit kauzë, a ka qenë sensibilizuese, si në kuvend si jashtë kuvendit, në legjislaturën e kaluar? Nuk mund të thonë se kanë bërë gjithmonë ka vend për me punu. Gjithmonë ka vend për me punu ma tepër, gjithmonë ka arsye, i gjenë arsyet. Po megjithatë, nuk ka që s'ka pas, s'po them tash se nuk janë marrë ata vazhdimisht, veç me procesin e Hagës. Në parlament ka pas tema të rëndësishme vazhdimisht, po janë ballafaqu, ju ka dalë problem për shembull njerëzit e pozitës, njerëzit e qeverisë. E tash kanë kriju asi situata kur edhe deputetët e opozitës janë detyruar me elshu mbledhjen. S'kan marrë shumë vendime, kanë met pa u kry, shumë marrëveshje, kanë met shumë çështje pa u trajtuar. Sepse edhe iniciativat e ish qeverisë kanë qenë të atilla që sikur nuk të kanë kriju sa dë hapësirë për me vepru si duhet. Pra ka mungesë të veprimit sa duhet për me imbrojt ma tepër, me insistu ma tepër në një vendim sepse kuvendi është dashur kuvendi me nxjerrë një vendim. Edhe atëherë, edhe tash insistimi i disa njerëzve për me i bën institucionet e posaçërisht i veteranëve të luftës kanë të drejtë që insistojnë me u kriju institucionet, sepse presin në këtë fazë me e ndërtu një komision që do të bënte një rezolutë e cila do të ndikante në vendimin. Zoti Bytyqi, para disa ditësh kemi për intervistim dhe mbastisje të zyrave të Ministrisë së Bujqësisë. Edhe pikërisht intervistim të Ministrit detyrë Faton Peci. Por çka është më shqetësuese apo më interesante në këtë proces, që apo krijohet një normë e re, që një ministër apo një zyrtar shteti intervistohet për korrupsion, intervistohen zyrët e tina, dhe dalin nga i pari qeverisë, gjithë idhëtarët dhe militantët e atij subjekti politik në përkrahje të atij që intervistohet për korrupsion. Apo bëhet normë e re që kurdo që hetohen rastet, më pas të sulmohen prokurorët, të sulmohen gjykata, pse po intervistohen edhe gjoja për qëllime politike. Si e shihni këtë fenomen, këtë normë që po ngritet në Kosovë? Kjo është hera e parë. Ky është ministri i parë që është intervistuar dhe hetuar, dhe jo vetëm si ministër, por dhe agjencioni i veterinës dhe ushqimit është edhe kryeshefi i atij agjencioni është intervistuar. Pra, pos objekteve, pos zyreve të ministrisë, janë marrë dhe 2 titullarët më të lartë të ministrisë janë marrë në pyetje intervistu me orë të tëra, madje 5 ora më tepër. Dhe vetë fakti se nuk është hera e parë, ka ndodhur dhe X bastisje,
dihet ish kryeshefi ekzekutivi I korporatës energjetike I Kekut. Edhe në momentin që është intervistu, edhe kur është arrestuar, edhe që po mohet në paraburgim, vazhdimisht edhe kreu I qeverisë, fatkeqësisht, edhe kreu I qeverisë, e të mos flasim për ministrat e tjera apo deputet të LVV-s, kanë kritikuar prokurorin, gjyqësorin. Për herë të parë ka ndodhur, gjithmonë e them, për herë të parë ka ndodhur sepse edhe në vitet tjera, në qeverisë tjera ka pas korupcion, ka pas njerëz që janë intervistu, ka pas edhe ish ministra, ka pas edhe zëvendës ministra edhe titullar të tjerë. Por kreu I qeverisë nuk ka ndodhur, nuk ka mni që ju ka vërsul kryeprokurorit ose prokurorit të gjykatës speciale se ke pretendimet hakmarrëse ndaj X personit. Kjo që ka pëndodhë, pos shkeljeve që I kanë bërë shkeljeve të kushtetutës, ministra në detyrë e drejtësisë, ministra e arsimit, bëhet në mend për shkeljet ma të shumta, ministri financave, ministri Fatën Peci tash, me vetë faktin se edhe intervistohet, në një anë thot let hetojnë, në anën tjetër thot nuk ju besoj, as institucioneve, edhe medjave. Flet para medjave, thot nuk ju besoj, pra I sulmon medjat. Kjo qeveri ka ardhë fal për krahjes së medjave. Në pushtet ka ardhë Albin Kurti fal për krahjes së masive të medjave. Bile ka pas edhe ma shumë për krahjes së sa që e ka meritu. Ajo ndoshta se ka meritu dhe vetë fakti si janë zhgëny një pjesë e madhe gazetarëve, janë zhgëny me përkrahin që ja kanë dhënë ato vite. Ty mendo se do të ndodhë një ndryshim, por fatkeqësisht ndodhi një mashtrim. Dhe mashtrimi po vazhdon. Edhe tash jo veç mashtrimi, po kur I sulësh ti gjyqësorit, që është institucion krejt I pavarur, edhe shihet me veprimet që I ka bon, posaçërisht me akuzat që I ka nxjerrë, për shembull prokuroria speciale në raport me grupin e sulmit terrorist në Ujman, shihet se ka qenë një aktakus shumë serioze, përgatitur me shumë profesionalizëm, me shumë guxim. Dhe tash ti e sulmon atë prokurori ose atë gjyqësor se po të hakmeret, po t'i arreston ose po t'i interviston njerëzit e qeverisë. Para mendo mos me pas absolutisht pushtet këta njerëz. Gjithë këtë pushtet edhe tash të dorëhequr edhe janë aq të pasjellshëm, të pasinqert, të papërgjegjshëm, të pamoralshëm. Çfarë mesazhi jepet kur përkrahet një ministër I cili hetohet? Apo një zyrtar shtetëror I cili hetohet për korrupsion. Nuk ka se si ma keq. Përkrahet nga krerët e shtetit deri te militantët më I vogël që është në këtë kohë. A është një mesazh që Kosova po shkon drejt sundimit të ligjit, po ik e drejta sundimit të ligjit, po rrëshqet në anarki. Vetë fakti se e mbron kryeministrin, mbron X-ministrin ose të gjithë ministrat, po jo veç ministrat, edhe zyrtarët e Kekut, edhe zyrtarët e institucioneve tjera. Ne kemi probleme edhe në inspektoratin e përgjithshëm të ministrisë që I drejton ministri në detyrë Murati. Edhe aty ka në inspektoratin e punës, në inspektoratin e shëndetësisë, gjithkon ka probleme, gjithkon ka shkeljet ligjit, gjithkon ka shkeljet vendimeve të gjykatave. Gjykata e kthen, për shembull, e kthen X personin që kanë largu kjo qeveri, ata nuk e lejojnë të kthehet, përkundrazi e mbrojnë njeriu që është I hetuar, është I intervistuar, është I akuzuar me aktakuz goxha të bindse për korrupsion. Dhe tash, kjo është një shembulli më I keq që mund t'jipet. Unë po them, ka pas edhe në të kaluarën arrestime, intervistime, por me dalë me I mbrojt kryeministri ose ministrat, me I mbrojt njerëzit, ka pas atëherë shkarkime, tash nuk kanë ndodhur asnjë shkarkim. Tash vetë e kanë fatin që e kanë arrestu, vetë e kanë arrestu. Për ndryshe do të ishte sot ai Krasniqi në Kek. Po vetë fatin që e kanë arrestuar. Dje potëm edhe një protest të bizneseve të mëdha. 2 orë në qendrën e Kosovës. Po ashtu në titujt e mediave botërore dole kjo protest ku bizneset bllokojnë kryeqytetin e Kosovës. Cili është opinioni juaj
lidhe me këtë protest që nuk është parë në Kosovë kësi lloj proteste të bizneseve të mëdha, cili është alarmi për bizneset dhe qytetarët pas problemet të rritjes së çmimeve. Është paralajmëru kjo situatë edhe me vetë faktin se ZRE e solli një vendim pa e përfill asnjë sugjerim, asnjë këshill, asnjë opinion, qoftë edhe të presidentes vendit. As atë nuk e përfilli që tha keni kujdes të mos ngarkohen qytetarët, të mos dëmtohet buxheti i familjeve, i konsumatorëve. Asnjë reagim qeveritar, asnjë reagim pozitiv qeveritar. Gjithçka në heshtje. Dhe vetë fakti se ZRE po ja del, po i kryen këto, shihet qartë se aty strumbullari është Albin Kurti. Edhe nuk ka diskutim. Po i lëm, nuk po hym ne në ato çështjet e largëta që akuzohen për shembull ambasadori ynë në Kroaci për problemet me energji, për blerje, për shitje, për humbje, për fitimin e tyre, për transakcione të dyshimta, për transakcione ilegale e tjera miliona eurove. Po vetë fakti se ta ka shtretu tyje energjinë elektrike jo vetëm si konsumator, po vetë fakti se tash po thot bizneset le të konkurrojnë në tregun e lirë, edhe le të blejnë punë e madhe, se atyre duhet për shembull me shpenzu 200 apo 300% ma shtrejt, me shpenzu për me u furnizu me bizneset e tyre, me energji. Edhe tash, paralajmërimi edhe i avokatit popullit, që sugjeron edhe kërkon që të anulohet vendimi i ZRE-s, është një sinjal se presidentja nuk si duket, edhe pse pati synim që të ndikoj që të paktën të mos jetë rritja 15 apo 16.6%, po të jetë 7 apo ma pak, avokati i popullit e tha qartë. Vendimi duhet të anulohet. Unë e kam parasysh se edhe ai nuk do të mund të ndikoj, sepse këtu është strumbullari, është Albin Kurti, edhe pse është në pozitë uzurpator, nuk është kryeministër ai. Ai s'është kryeministër, është uzurpator. Por fakti që po i shfryzon të gjitha resurset, pa e pas frikën, as nga gjykata kushtetuese, as nga prokuroria, së cilës nuk i shkon 3-4 ftesa i ka injoruar, nuk shkon. Edhe nëse e kanë dënu me ato 200 euro apo 250 euro sa është ajo gjoba nëse s'paraqitesh, ajo s'është asgjë për to, sepse ai tek e fundit nuk paguan parat të veta, por paguan parat të buxhetit të Kosovës. Po ky injorim institucioneve dhe thirrja që gjykatësit të dalin të matën në zgjedhje, kjo është tepër absurde. Ishte edhe një deklarim i zotit Kurti në mbledhjen e qeverisë, ku deklaroi që barikadat nuk e kemi leju, i kemi shkatruar dhe do të shkatrojmë edhe këtu. Ishte një lloj fyre për biznesin. Kjo kulmi i deklarimit të një njeriu që ka dhënë qeverinë 4 vite qeverinë me 50 pikë më tepër, pra më tepër se 50%. Një njeri që ka pretendon se kemi fitim, kemi organizu, kemi rrit buxhetin, e kemi bon për shembull prej 2 miliardë, kemi bon 3 miliardë, ose prej 3 miliardë kemi bon 3.2 miliardë më tepër. Dhe një njeri që nuk e ka parasysh se ai buxhet vjen pikërisht prej atyre bizneseve që ky sulmon, unë them sikur diçka nuk është në rregull. Fatkeqësisht ne drejtohemi nga një njeri që nuk e din nga zhvillohet Kosova, si zhvillohet Kosova. Për që ka punu në favor të dikujt tjetër shihet qartë. Në favor të një njeriu personal, me pas gjithë këtë pushtet dhe me akuzu bizneset se do t'i ndalojmë, do t'i pengojmë barikadat e tyre si që kemi pengu në veri, krahasimi i bizneseve që ta mushin arkën e shtetit me para, kjo është nonsens. Ma tepër se sa nonsens. Po ashtu edhe ministra Rizvanolli tha që kjo protest ishte nxitje nga oda ekonomike e Kosovës, sepse nuk qëndron realiteti i tillë. Sa mund të ndikon oda ekonomike e Kosovës të nxjerrë gjithë ata protestues me gjithë atë makineri edhe të sjellën në Prishtinë për protestë?
Po fatmirësisht që oda ekonomike nuk varet nga qeveria, është organ institucion i pavarur dhe nuk vendos qeveria kush me u zgjedh në odë ekonomike. Dhe tash fatmirësisht që oda ekonomike kujdeset për bizneset. Për ndryshe po e mbeti biznesi në dorën e një kryeministi të papërgjeshëm si Albin Kurti, vaj hallin për ata. Pra, ata njerëz që ja mushin arkën, po e përsëris, ata njerëz, ato biznese që i pam djen rrugë, që e mushin arkën e shtetit me miliarda dhe i financojnë gjitha rrugët, gjitha institucionet, gjitha ato segmentet që majnë një shtet, kjo është tepër e tmerrshme. Zoti Bitiqi, për fond, Kosova, cilën është pasqyra, pamja, mesazhi i Kosovës në fund të majit 2025 dhe në fillim të qershorit të vitit 2025 i përmendëm këtë gjitha, dje ka qenë edhe lajm si në agjencinë e lajme më të madhe në botë Reuters, Kosova bllokohet nga bizneset vendore, po ashtu pa institucione, ato tema që i bisedu më parë. Cila është pamja e Kosovës e mesit të vitit 2025? Ne si duket si shoqëri, po harrojmë se ne jemi edhe në sanksione të BE-s. Dhe tash, në momentin që kanë pritë njerëzit që do të tolerohen pak, do të nisë heqja e atyre kufizimeve nga cilat Kosova është dëmtu, edhe me miliona, me qindra miliona euro është dëmtu Kosova në bazë të atyre sanksioneve që i ka si pasojë e këtë qeverisjes, e vendimarrjeve të pa përgjegjshme edhe të pa koordinuara. Dhe me vetë faktin se i kemi këto probleme, dhe tash po i shtojmë edhe probleme të tjera, me vetë faktin se del për shembull ministri i mbrojtjes, edhe e pasqyron Kosovën si një vend tepër i rënduar me zhvillime që i pretendon se janë në kufi, thot, kemi pretendime se po na rrethojnë, Serbia po përgatitet me nisi ushtarake të tjera. Dhe krijohet një klimë këtu në Kosovë pa sigurt, cili është ai investitori huaj që vjen edhe investon në Kosovë kur ti vetë thush nuk jemi të sigurt. Kemi probleme. Kjo pamje vjen nga brenda, nga institucionet. Vetë institucionet. Ministri i mbrojtjes deklarojnë që Kosova po rrezikohet. Apo ushtria serbe është në kufi, po ashtu shihen protesta lidhur me bizneset, kemi ngërsh institucional, edhe ku do të mbetet? Kjo është ajo mosgatishmëria me e bën qeverinë, me i bën institucionet. Këtyre si duket ju konvenon kjo situatë, po këta nuk e kanë parasysh problemin e qytetarëve, nuk e kanë parasysh pasojat që i ka qytetari apo krejt Kosova si shoqëri, në bazë të këtyre vendime, këtyre sanksioneve. Nuk është më Kosova pasqyrë apo rezultat pozitiv si që kanë konsideru shtetet mike, aleatët cilat në kanë ndihmu me ushliru. Sot, për Kosovën flitet veç si një zonë me klim të pasigurisë, sepse këtë klim e thrasin vetë njerëzit që i drejtojnë këto institucione. Edhe pse sot e 3 muaj janë të pa mandat, me mandat të skaduar. Por, fatkeqësisht po i shfrytëzojnë gjitha resurset edhe po ta krijojnë këtë klimë. Pra, hajde flet kryeministri në detyrë, po del ministri i mbrojtjes del në momentin që ti e din sakt se kufirin e Kosovës, kufit në fakt e Kosovës i ruan kfuri, sepse ka mandat për me i rujt kfuri. Jo policia jonë, jo as FSK-ja jonë, ai del thot nuk ka siguri. Edhe vetë edhe njerëzit që kanë simpati më të madhe te populli ynë për me investu, thonë, po këta vetë po thonë. Vetë po prezantojnë çështën e Kosovës si një zonë që është vazhdimisht flak e luftës apo vatër e luftës, e pasigurisë. Tani subjektet politike kanë filluar të shikojnë edhe të nxjerrin kandidatët për kryetar komune, që në këtë vit pritin të bëhen edhe zgjedhjet lokale. A do të shkon në vitin 2025. Veti blokadave, veti zgjedhjeve, edhe veti i këtyre, sepse e dim që procesi zgjedhor, përpos asaj fushatës së rregullt që është, do merr edhe para fushatës, plus kur jashtojmë edhe ballotazhin, që viti 2025 do të shkon me
fushat elektorale zhvillime me zgjedhore. zgjedhore. Zhvillime krejtësisht do të jetë pothuaj krejt. Edhe nëse do të ketë tash në qershor, nëse do të ketë, sepse pa marrëveshje nuk do të ketë qeveri, prap. Pa marrëveshje s'do të ketë as kuvend të konstituar, as kryetar të kuvendit. Por nëse do të ketë eventualisht një marrëveshje që do ta zhbllokante, do të jetë një qeveri, do të fokusohen më njëherë në zgjedhjet lokale. Edhe këtu ka synim, edhe partia që ka dalë para ka synim që të shtoj për shembull numrin e komunave që do t'i menaxhonte ndardhmen. Edhe pse e ka parasysh, si duket e ka një projekt krejt ndryshe lokale. Zotë Bitiqi, faleminderit për kohën dhe opinionin që po na jep në televizionin Arbëria. Shpresojmë që do t'i përcjellim ne gjitha zhvillimet e padyshim që edhe zgjedhjet lokale kur të fillojnë. Faleminderit edhe për juve. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.